Shenjat si të dalloni një person djallëzor, njerëzit më të rrezikshëm nuk janë gjithmonë ata që bërtasin, por ata që qeshin ndërsa të shkatërrojnë ngadalë. Në këtë botë, jo të gjithë janë ashtu siç duken. Disa mbajnë maska të qeshura, janë të sjellshëm dhe ndihmues në dukje, por në thelb janë plot helme, manipulim dhe qëllime të errëta. Njerëzit djallëzor janë ata që nuk e vrasin trupin tënd, por shpirti yt venitet ngadalë kur qëndron pranë tyre. Kjo video nuk ka për qëllim të ngjall paranoj, por ndërgjegjësim të thellë psikologjik, sepse shpeshherë të keqen e vërtet nuk e shohim me sy, por e ndjejmë vonë. Kur ajo na ka thyer, janë mjeshtër të manipulimit emocional, personat djallëzor e dinë saktësisht si të luajnë me emocionet e tua. Ata e ndjejnë dobësinë tënde dhe në vend që ta mbështesin, e përdorin kundër teje. Nuk bërtasin, nuk dhunojnë fizikisht, por të bëjnë të ndihesh fajtor për gjëra që nuk janë faji yt. Të bëjnë të ndjesh turp për gabimet më njerëzore, ata përdorin fajin si mjet kontrolli. Një nga frazat më të përdorura prej tyre është, po e them për të mirën tënde. Kjo frazë është shpesh mbulesë për helm emocional. 2. Nuk kërkojnë falje kur me sinqeritet, një njeri I mirë e pranon gabimin dhe kërkon ndjes. Por një person djallëzor, kur ndjen që e ka tepruar, nuk thot më fal për ty, por për të ruajtur kontrollin mbi situatën. Ata kërkojnë falje vetëm kur ndihen në rrezik që po I humbin pikat në lojën e manipulimit, edhe kur kërkojnë falje, është gjithmonë me kusht, më fal. Po ti më provokove. Nuk do ta bëja kur po të mos ishe ti që, një ndjes që e bën përsëri ty fajtor. 3. Të ndajnë nga njerëzit e tu, një nga taktikat më të rrezikshme të njerëzve djallëzor është izolimi. Ata nuk duan që ti të kesh mbështetje. Fillimisht mund të shfaqin dyshime ndaj familjes tënde, më pas ndaj shoqërisë tënde. Më pas të thonë se të gjithë janë fallco, vetëm unë të dua me të vërtetë, e gjithë kjo bëhet për një qëllim, të kenë vetëm për vete, sepse kur nuk ke askën tjetër, bëhesh më I lehtë për t'u kontrolluar. 4. E kthejnë çdo gjë në garë, një person djallëzor nuk gëzohet kur ti rritesh. Ai nuk feston sukseset e tua. Ai bëhet xhelos, sarkastik, I ftohtë. Pse? Sepse njerëzit e djallëzuar duan gjithmonë të jenë më lart se ti. Nëse arrin diçka, ata do të thonë, edhe unë do e bëja po të kisha atë ndihmë që kishe ti, pse po ngazëllehesh aq shumë? Nuk është ndonjë gjë e madhe. Ata nuk të mbështesin, sepse në të vërtetë, ata nuk duan që ti të ndihesh më I mirë. Duan që të jesh gjithmonë I varur nga ata. 5. Ndryshojnë maskën sipas interesit, këta njerëz kanë aftësi të pabesueshme për t'u përshtatur. Me të tjerët janë të sjellshëm, ndihmues, të përkushtuar. Por me ty, kur jeni vetëm, janë të ftohtë, ironik, tallës apo kontrollues. Njerëzit djallëzor janë aktor, dhe roli I tyre ndryshon sipas nevojës. Ajo që I dallon është që kur nuk janë të njëjtë në skenë dhe pas saj. 6. Krijojnë realitete alternative, ata I shtrembërojnë faktet. Në një debat, e kthejnë fjalën mbrapsht. Edhe kur ke prova, të bëjnë të dyshosh në veten tënde. Ky është një fenomen që quhet gaslighting, kur dikush manipulon mendjen tënde aq fort sa ti nuk I beson më kujtimeve apo ndjesive të tua. Shenja e kësaj është kur fillon të thuash vetes, mos ndoshta jam unë problemi? Ndoshta po e teproj? Ai ajo më do ndoshta s'po e kuptoj unë. Në të vërtetë, nuk je ti që je I çmendur, por është ai ajo që po të çmend me qëllim. 7. Të thyen ngadalë, njerëzit e djallëzuar nuk të shkatërrojnë menjëherë. Ata janë të duruar. Fillimisht të ngritin, të lavdërojnë, të japin atë që nuk të ka dhënë askush. Pastaj, pak nga pak, të heqin vlerën, të ulin të mbushin me dyshime. Dhe përfundimisht t'i kthehesh në një version që nuk e njeh më veten. Ata nuk duan ta vrasin egon tënde. Duan ta thyejnë dhe ta rindërtojnë sipas dëshirës së tyre. 8. Janë gjithmonë viktima në sytë e të tjerëve, personat djallëzor nuk marrin asnjëherë përgjegjësi. Në çdo konflikt, në çdo ndarje, në çdo dramë, ata janë viktima.
Ata qajnë, tregojnë histori, ankohen për dhimbje që nuk i kanë pasur kur, dhe e bëjnë këtë aq mirë, sa të tjerët i besojnë. Prandaj shumë herë, ti del si fajtori dhe ata si i dhunuari emocional. Pse? Sepse ata e kanë ndërtuar me kohë rrjetin e simpatisë nga të tjerët, nëndë. Kanë mungesë të plot empatie. Empatia është aftësia për të ndjerë dhimbjen e tjetrit. Një person djallëzor nuk ndjen. Ai mund të imitojë ndjeshmërinë, por nuk e ka. Mund të thotë, më vjen keq për ty, por në sytë e tij nuk ka asgjë përveç ftohtësisë. Kjo mungesë ndjenje është arsyeja pse mund të lëndojnë pafund dhe të shohin në sy, si të mos ketë ndodhur asgjë. 10. Jetojnë për kontrollin. Njerëzit djallëzor nuk janë të interesuar për dashuri, respekt apo sinqeritet. Ata duan një gjë, kontrollin. Që ti të jesh në ndikimin e tyre. Të mendosh si ata. Të veprosh siç thon ata. Të jetosh sipas logjikës së tyre. Dhe nëse ndonjëherë përpiqesh të çlirohesh, të nisin një luftë të heshtur, por shkatërruese. Sepse kontrolli është oksigjeni i tyre. 11. E justifikojnë çdo gjë të keqe që bëjnë, në vend që të ndihen fajtor për lëndimin që kanë shkaktuar. Njerëzit djallëzor i justifikojnë veprimet e tyre me fjali si, ti më detyrove të veproj kështu. Unë e bëra nga dashuria. Kështu jam unë, nëse s'të pëlqen, largohu. Nuk ndalojnë kurrë për të reflektuar, sepse nuk duan të ndryshojnë. Ata nuk kërkojnë shërim, por fuqizim të mëtejshëm të egosë së tyre të helmuar. 12. Shkatërrojnë pa u ndier fajtor. Kur një person i zakonshëm e sheh se ka shkatëruar dik emocionalisht, ndjen dhimbje, faj, pendes. Një person djallëzor nuk ndjen asgjë. Madje, ndonjëherë kënaqet duke parë se si dikush bie, qoftë edhe nga pak, ky tipar është më i errëti. Njerëzit djallëzor gëzojnë me fatkeqësinë tënde, veçanërisht nëse ti dikur kishe fuqi apo vetbesim, si të mbrohesh nga një person djallëzor. 1. Mos e ndihmo të thyej, vendos kufi. 2. Mos e ushqe me vëmendje, indiferenca është dënimi më i madh. 3. Mos u përpiq ta ndryshosh, ata nuk duan të ndryshojnë. 4. Mos ja rrëfe dobësit, ato do përdoren kundër teje. 5. Besoj intuitës, nëse diçka nuk të pëlqen te ai njeri, është për një arsye. 6. Kërkon ndihmë, shpesh nevojitet një sy i jashtëm për të parë realitetin që ti nuk e sheh. Disa fraza që tregojnë se ke të bësh me një person djallëzor, nëse më do vërtet, do bëje si them unë. Të gjithë janë kundër meje, vetëm ti më ke. Po nuk ishe me mua, je kundër meje. Nuk ke për të gjetur njeri si unë. Ti je problematik, unë jam i duruar. Përfundim, një njeri i djallëzuar nuk ka nevojë për brirë apo një shikim të frikshëm. Nganjëherë ai është më i qeshuri, më i sjellshmi, më i afërti. Por brenda ti ndodhet një boshllëk i madh, një urrëtie e fshehur dhe një nevojë për dominim. Mbro veten. Bëhu i vetëdijshëm. Mos lejo që dashuria apo ndjeshmëria jote të bëhen pika të dobëta për të tjerët. Sepse ka njerëz që nuk të duan, por të duan të dobët, të nënshtuar, të heshtur, dhe nëse dikush të bën të ndihesh më pak se çfarë je, largoju. Sepse Zoti nuk të krijoi për të shtypur nga askush.